Do të ndërtohen 3 shkolla të reja, shkolla në Lozhë, në Bërgjan dhe në Lozhan, 3 qerdhe të reja në Zahaq, Kristal dhe në Novosel. Plani jam për 4 vjeçarin ardhshëm kryet komunës Pes është ndërtimi i 2 hektarëve solar për prodhimin e energjisë ripërtërshme, e cilën komuna e Pes do të futë në rrjetin energjetik dhe do t'i ketë falas ndryshimin publik, shkollat dhe komunën, do të thonë shpenzimet e rrymës që i ka në këto sektor. Do të ndërtohet KMF-ja e re për mbi shkollë të artit, do të ndërtohet biblioteka e qytetit, parkingu me 1500 kere të shkolla komerciale, i kemi kry një pjesë madhe dhe shpronësimeve, është edhe një 2 shtëpia me shpronësu, edhe do të fillojmë vitin ardhshëm me rënimin e komerciales dhe krijimin e hapësirave për ndërtimin e parkingut të madh të qytetit. Do të ndërtohen 3 shkolla të reja, shkolla në Lozhë, në Bërgjan dhe në Lozhan, 3 qerdhe të reja në Zahaq, Kristal dhe në Novosel. Deponia në Sferk do të mbyllet, komuna e Pes do të ndonë 3 milion euro për këtë qëllim, do të ndërtohet impjanti për trajtimin e ujrave zeza në Leshan dhe komplet rrjeti për lugun e Leshanit, do të ndërtohen 60 km rrugë në qytet në zonën industriale Brestovik-Zahaq, 80 km në rrugë në Rugov, do të shtohen 3000 trupa ndriçues, sheshi prej Ure Zalli deri tek Ura e Re, sheshi Oterkoza Haxhi Zeka, do të ndërtohet hapësirë e gjelbërt në Kapeshnis, dikur edhe një 4 hektarë në pjesën përballë Panamas, do të subvencionojmë bujqit me 300 traktor të ri për me mujt me jap një havë më të mirë zhvillimit të bojqësisë, edhe do të ndërtohet ura e re në që lidh Kështovsin me Leshanin edhe Haxhi Zekën me Bukureshmohallën.